Ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati ka reaguar pas raportimeve për një marrëveshje të pretenduar mes ministrit të jashtëm të Serbisë dhe homologut shqiptar për hapjen e një konsullate të Serbisë në Shkodër. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bushati shpreson që lajmi i bërë publik nga pala serbe të mos jetë i vërtet, duke e cilësuar një zhvillim të tillë si të gabuar, si në planin strategjik, ashtu edhe në atë taktik. Uroj që lajmi i dhënë nga ministri i jashtëm serb dhe ujdia e pretenduar me homologun shqiptar për hapjen e konsullatës së Serbisë në Shkodër të mos jetë e vërtet. Në planin strategjik do t'ishte e gabuar. Një konsullat e Serbisë në Shkodër nuk reflekton realitetin historik, peshën e pakicës serbe në zonë dhe vendos padrejtësisht shenja barazimi me shqiptarët që jetojnë në luginën e Preshevës, shkruan Bushati. Sipas tij, një vendim i tillë do t'ishte i papërshtatshëm edhe për shkak të klimës aktuale politike në rajon. Pa që e gabuar do t'ishte edhe në planin taktik, teksa gjua e zyrtarëve të lartë të Serbisë është në kulmin e ekstremitetit në rajon me pastrimin etnik në Kosovë dhe një karshillok ndaj Malit të Zi, kur dihet se Serbia nuk ka hequr dorë nga praktikat asimiluese ndaj pakicës malazeze që jeton në Shqipëri, theksoni ish-krye diplomati. Reagimi i Bushatit vjen pasi ministri i jashtëm i Serbisë deklaroi se është arritur dakordsi me palën shqiptare për hapjen e një konsullate serbe në Shkodër. Ministri i punëve të jashtme i Serbisë, Marko Đurić, ka bërtëditur se Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në parim për hapjen e përfaqësive konsullore në Shkodër dhe Bujanoc. Në një intervistë për Radio Beogradin, Đurić ka thënë se është i kënaqur me bisedimet që ka zhvilluar me ministrin e jashtëm të Shqipërisë, Ferit Hoxha. Jam i kënaqur që pata bisedime shumë të mira me ministrin e ri të jashtëm të Shqipërisë, Ferit Hoxha, me të cilin arritëm një marrëveshje në parim për hapjen e zyrave konsullore në Shkodër dhe Bujanoc. Deklaroi ai. Bujanoci së bashku me Preshevën dhe Medvejgjën përbën rajonin e njohur si Lugina e Preshevës, ku jeton komuniteti më i madh i shqiptarëve etnik në Serbi, jashtë Kosovës. Sipas regjistrimit zyrtar të popullsisë në Serbi të vitit 2022, në Preshev, Bujanoc dhe Medvejgj jetojnë 57.710 shqiptarë me banim të preershëm, të cilët përbëjnë rreth 71% të popullsisë së këtij rajoni. Megjithatë, përfaqësues politik dhe organizata shqiptare në Lugin kanë kundërshtuar këto shifra, duke argumentuar se numri real i shqiptarëve është dukshëm më i lartë, pasi mijëra e qytetarëve u janë pasivizuar adresat e banimit. Në anën tjetër, sipas regjistrimit të popullsisë në Shqipëri të vitit 2023, 584 persona janë deklaruar me përkatësi etnike serbe në Shkodër, ndërsa 511 si malazez. Këto shifra janë dukshëm më të ulta krahasuar me numrin e shqiptarëve që jetojnë në luginën e Preshevës, e cila deri më tani nuk ka patur një konsullat shqiptare.